Tirana shumë pranë shpalljes kampione në volejboll për femra pasi u dheq kundër Pogradecit serinë e finaleve 2-1. Takimi i tretë në Pogradec ishte mjaft emocionues dhe u vendos vetëm pas 5 seteve të luftuara fort. Të parin e fituan liqenoret 25-19, ndërsa Tirana reagoi duke marrë të dytin 25-22. Pogradeci riktheu avantazhin në fitoren 25-21 në setin e tretë, por kryeqytetaset barazuan sërish pas setit të katërt fituar 25-23. Në setin vendimtar, Tirana u tregua më saktë duke triumfuar 15-10 dhe duke fituar gjithë takimin 3-2. Për kapitenin e Tiranës, Enkileta Brahu, diferenca në ndeshje të tilla e bën edhe historia e klubit, ndërsa volejbolistja turke e Bardebluve, Sigme Kokmaz, u shpreh optimiste për përfundimin e serisë në Tiranë. Ne duhet vazhdojmë punojmë, të japim maksimumin neshën e fundit, se kemi shumë afër titullit, por kjo s'do thotë që kemi gjë të sigurt. Çfarë ka më shumë Tirana se Pogradeci? Do thoj eksperiencën fush. Pas humbjes së ndeshjes së dytë në fushën tonë, menduam se do të shpelleshim kampion në shtëpi, ndaj nuk u dëshpëruam shumë. Gjithsesi duam të bëhemi kampion në fushën tonë, ndaj në ndeshjen e radhës shpresojmë të arrijmë këtë. Kishim shumë emocione, por i tham vetes që nuk është momenti për t'u friksuar. Duhet të luajmë me guxim. Nëse Tirana fiton takimin e katërt në kryeqytet këtë mesjavë do të shpallej kampion e vendit. Në të kundërt, gjithçka do të zgjidhej në duelin e 50 fundit në Pogradec.